Boro Mitrikeski lindi në 10 maj 1927 në Prilep. Shkollën e mesme e mbaroi në Shkup. I mori njohuritë e tij të para në skulpturë nga profesor Dimo Todorovski. Ai ishte regjistruar në Akademinë e Arteve të Bukura në Zagreb. Ai vazhdoi arsimin e tij me profesorët Gërga Antunaz dhe Andrija Krstulović. Në vitin 1954 u diplomua në klasën e profesor Vanja Radaush. Ai kthehet në Shkup ku punon dhe krijon vazhdimisht. Ai punon si pedagog i artit dhe më pas si artist i pavarur. Nga viti 1979 deri më 1984 ishte drejtori i Galerisë së Arteve Hamami Daud Pashës në Shkup ku doli në penzion. Ai ka studiuar në Francë, Itali, Angli, Greqi, Rusi, Spanjë, Austri dhe Shtetet e Bashkuara si dhe në Kanada. Vepra Kalorosi daton nga viti 1971. Skulptura është prej drurit e cila është përpunuar aftësisht duke u thelluar. Autori modelon forma të rrumbullakëta të ndjeshme me vëllim kompakt dhe shoqata organike dhe mitologjike. Po, kujton skulpturat e popujve primitiv, paraqitet një figurë stilizuar si një kalorosi dhe një kal. Ajo zbulon interesimin e tij për motive, kafshësh dhe tregon mënyrën e tij spontane të thjeshtës të trajtimit të formës.